Një ndër begatit më madhështore është vëllezër të ndershëm që të arrijmë dhe të përjetojmë muajin më të zgjedhur, më të dashur, më të bekuar tek Allahu Azza wa Jall, muajin Ramazan. Falënderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na zgjati jetën dhe na mundsoi të përjetojmë këtë muaj, dhe lutim Allahun Azza wa Jall që këtë muaj të kalon pranë nesh në atë formë dhe në atë mënyrë siç Allahu Azza wa Jall dëshiron. Lutim Allahun Azza wa Jall që ky muaj të jetë argument për ne dhe mos të jetë argument kundra nesh. Allahu na ka porosit që për mirësitë dhe begatitë e tij vlen që të gëzohemi. A ka gëzim më i madh se ta përjetosh këtë muaj ku Allahu Azza wa Jall tregon, ku pejgamberi Allahu transmeton dhe thot se nëse arrin njeriu Ramazanin, Allahu ja fal të gjithë gabimet e vogla. Vetëm arritjen e muajit të shenjtë të Ramazanit, Allahu Azza wa Jall faktikisht e pastron njeriu nga mëkatet dhe gjunahet e vogla. Para të pejgamberi Allahut kur arrinte Ramazani, dilte pranë sahabëve dhe i thonte se ja pra erdh muaj i bekuar, muaj ku Allahu Azza wa Jall lehtëson ibadetin. Formën se siç lehtëson Allahu Azza wa Jall ibadetin tek njerëz, ku Allahu Azza wa Jall shejtanët i prangos në këtë muaj. Prangosja e shejtanëve nuk ka diçka kuptim tjetër vetëm që Allahu dëshiron që ibadeti të jetë më i lehtë për ne. Pra kemi rastin që ne të garojmë drejt Allahut Azza wa Jall nëse dëshirojmë. Për atë thot pejgamberi Allahut se çdo natë thirr një thirrës dhe thot ja baghil khairi aqbil. O dashamiri së mirës, eja se tash është rasti it. Ai që dëshiron thesarin e tij ta stërmbush me begati dhe mirësi e ka këtë muaj. Ai që dëshiron që të pastrohet nga gabimet e kaluara e ka këtë muaj. Ai që dëshiron të afrohet Allahu Azza wa Jall, ja pra kjo është begati Allahut Azza wa Jall në këtë muaj. Ai që dëshiron që lutja e tij të ndëqohet tek Allahu Azza wa Jall e ka këtë muaj. Ai që dëshiron t'i hap rrugët e zemrës drejt Zotit të tij dhe të lartëson shpirtin e tij e ka në këtë muaj. Ja baghil khairi aqbil, o dashamiri së mirës, këtu është eja nga se kia është rasti it. Ja baghi sharri aqsir, dhe o dashamiri keqës mjaftë ma. Dhe thot Allahu Azza wa Jall walillahi utaqa'u minan nari wa dhalika kulla lejla. Dhe Allahu Azza wa Jall liron qafa nga zjarmi i xhenemit dhe ata në çdo natë, që në kupton se nuk kanë vetëm ditët e bekuar. Nuk janë vetëm ditët e bekuara, por janë dhe netët e shenjta tek Allahu Azza wa Jall. Ku Allahu në çdo natë liron rob nga zjarmi i xhenemit. Ku Allahu Azza wa Jall në çdo natë shlyhen emrat të regjistruar në regjistrat e banorëve të xhenemit. Pra Ramazani, vëllezër të ndershëm, nuk është privim nga mirësitë dhe begatitë e Allahut. Po Ramazani, agjerimi është dhunti e shpirtit dhe zemrës dhe pastrimit të njeriu drejt Allahut. Për këtë arsye, vëllezër të ndershëm, për të qenë agjerimi i pranuar tek Allahu Azza wa Jall, do e mos duhet ta ketë vetëm një model, dhe atë modeli pejgamberit Allahut. Ju që keni ardhur me ndëgju faktikisht, keni tregu se dëshirojmë të dijem se si ka agjeru pejgamberi Allahut. Për shkak se çdo ibadet që nuk është në formën dhe modelin e tij nuk pranohet tek Allahu Azza wa Jall. Sikur namazi që duhet të krijet në formën e tij, sikur që haxhi duhet të krijet në formën e pejgamberit Allahut, gjithashtu dhe agjerimi duhet të bëhet në formën e pejgamberit Allahut. Agjerimi më i lehtë, vëllezër të ndershëm, praktikisja ushqimit dhe pirjes. Kjo është agjerimi më i lehtë. Agjerimi më i saktë dhe agjerimi i përsosur është agjerimi që krijet në formën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Për këtë arsye kemi shumë hadithe të pejgamberit Allahut që tregon modelin e agjerimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra vëllezër të ndershëm, jemi një në lloj të ibadetit madhështor. Për shkak se çka në hadith al-Qudsi që thot Allahu Azza wa Jall, çdo vepër, pra çdo ibadet është për birin e Ademit përveç një lloj të ibadetit, nëse përsoset ky lloj ibadeti është i fortifikuar prej anës Allahut Azza wa Jall. Derisa ka thonë disa dietar që ky lloj ibadetit është i vetmi ibadet që ta ruan Allahu dhe nuk e lën këtë lloj të ibadetit të shkrihet asnjëherë. I vetmi ibadet që Allahu Azza wa Jall nuk ta tret në ditën e gjykimit, nga se siç ka ardhur në hadith të pejgamberit Allahut, ai që i ka bën pa drejtësi, ai që i ka përgëju dikan, ai që e ka ofendu dikan, ai që ka hindër hak dikujt, ja morin ati sevapët e ibadetëve, ja morin ibadetët, përveç se një lloj të ibadetit anë që i fortifikuar që Allahu nuk e lën që njeriu t'i tretet apo të transferohet tek të qertë, është ibadeti agjerimit nëse krijet modelin e pejgamberit Allahut. Pra cila është agjerimi pejgamberit Allahut? Vëllezër të ndershëm, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith: "Rubba sa'imin laysa min siyami illa al-ju' wal-'atash, wa rubba qa'imin laysa min qiyami illa as-sahar." Ka agjerues që nuk kanë pe agjerimit të tyre vetëm uriqje dhe eqje. Ka agjerues që nuk morin dhe nuk përfitojnë nga agjerimi i tyre vetëm se e lën pa ushqim barkun e tyre. Ka prej atyre që agjeron vetëm barku i tyre, ndërsa agjerimi është obligim prej anës Allahut për të arritur shkallën e devotshmërisë. Nga se Allahu i ka dhënë miqtë të devotshmëve që Allahu Azza wa Jall ka me i dhënë mirësi në këtë botë dhe botën e ahiretit. Pra agjerimi i përsosur është agjerimi që e ngrit njeriu në shkallën e devotshmërisë. Cili lloj agjerimit? Jo ja agjerimi që i braktis vetëm ushqimin dhe pirjen, mirë po nuk e lën fjalën e ndit, nuk e lën shiqimin haram, nuk e lën dëgjimin haram, vepron vepra të cilat i ndalon dhe nuk i pëlqen Allahu Azza wa Jall. Pra vëllezër të ndershëm, thot ka prej agjeruesve që prej agjerimit të tyre nuk morin vetëm uri dhe eqje, dhe ka prej atinve që prej namazit të tyre të natës nuk shkëputin vetëm pa gjumësi. Pra thonë të pejgamberi Allahut: "Men lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bi, falaysa lillahi fi haja an yada' ta'amahu wa sharab." Ai që nuk e lën fjalën e ndit dhe veprat e liga, nuk ka nevojë Allahu që ta praktikojë vetëm ushqimin dhe pirjen. Ai që nuk i lën fjalët e ndit, ai që nuk agjeron me gjuhën e tij, nuk ka nevojë që Allahu Azza wa Jall që të praktikojë vetëm ushqimi dhe pirja. Dhe thonë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse njeri nga jush agjeron mos të fol fjalë të ndita dhe mos të sillet sikur me qenë ignorant. Po të fol fjalë ndit. E nëse dikush e ofendon dhe e ranon, le të thot unë jam agjerues. Dhe t'ja kujton vetës e ti se je në ibadet. Ja t'ja kujton se me këtë lloj ibadetit je duke afru tek Zoti jot. E t'ja kujton vetës e ti se me këtë lloj të agjerimit është duke e kënaqur Zotin e ti. Le t'ja kujton se është në llojin e ibadetit që Allahu ka marrë përsi për ta fortifikon dhe qaruan atij. Pra agjerimi nuk është që të agjerosh vetëm nga ngrënia dhe pirja. Agjerimi është që mos t'i thesh kockat e njerëzve, mos të përgëjosh dhe mos ta mish në përkom derin e besimtarëve. Agjerues është ai i cili agjeron me gjymtyrët e tij. Agjerues është vëllezër të ndershëm ai i cili agjeron me ndëgjimin, shiqimin e tij. Pra për këtë arsye
Ka thonë Ibn Rajab al-Hanbaliu, agjerimi afrim tek Allahu Azza wa Jall mirë, po nuk mundet të jetë afrim tek Allahu Azza wa Jall duke i lënë sendet e lejuara në esencë dhe duke i vepruar sendet e ndaluara në esencë. Për sendet e lejuar ushqimin e ke lënë si virë ata të cilën e kje halal. Atë sofrën tonë e ke lënë ti vetëm për Allahun Azza wa Jall, në esencë ushqimi i tyre është halal. Ke lënë pirjen edhe pse në esencë është halal. Mirë, po për Allahun Azza wa Jall e ke lënë në këtë ditë madhështore. E si ka kuptim që ti lish sendet e lejuara, ndërsa gjatë ditës të kafshosh dhe të hash mishin e besimtarve që është në esencë ndaluar. Për këtë arsye Ibn Rajab al-Hanbaliu thonë të s'është e logjikshme që njeriu të afrohet tek Zoti i vet me sendet që i ka praktikis në esencë që janë të lejuara, ndërsa të gjendet në mesin e sendeve të cilët janë të ndaluara. Nuk është e logjikshme njeriu që të agjeron gjatë ditës ndaj sendeve të lejuara të qeli iftar me sende të ndaluar. Për këtë arsye përgojimi, gënjeshtra dhe këtë fjalët e ndita që zakonisht njerëzit i përdorin janë që tilët ta cenojnë agjerimin tanë dhe ta lëndojnë. Parat Ebul Ali e thonë të se njeriu është në ibadet kur është agjerueshëm, edhe nëse duke fjetën me një kusht, nëse nuk e ka shkijen agjerimin e ty. Nëse nuk e ka damtu agjerimin e ti, njeriu është ibadet edhe kur flen. E kur e pyetën se çfarë do me thonë shkirja agjerimit, tha përgojimi dhe gënjesht. Përgojimi është që të lëndon agjerimin tanë. Përgojimi është që të shkijen agjerimin tanë. Derisa transmetohet nga Aisha që thonte se përgojimi pra mi përmend njerëzit duke qenë agjerueshën ta lëndon atë shumë agjerimin që ke nevojë atë ditë që ta kompenzosh dhe ta përsërish. Ndërsa Ibn Hazmi pa shkuar edhe më larg thonë se çdo send e ndaluar në Islam që njeriu e flet, çdo haram që njeriu e flet apo e vepron që ta prish agjerimin, edhe pse ne i takojmë shumicën e dietarëve që nuk ta prish agjerimin, mirë po ta zbe agjerimin që nuk e ka sevapin dhe nuk e ka pranin tek Allahu Azza wa Jall si që donë Allahu. Pra thonë të pejgamberi Allahut, Allahu Azza wa Jall ka dëshirë që njeriu kur ta krij një vepër ta përsos. Kur ta krish një vepër bane si çka i. Qëndron të Ebu Hurajra në xhami gjatë Ramazanit dhe e pyetën Ebu Hurajra çfarë po ban gjatë ditës në xhami, tha peruj agjerimin. Nga e run të agjerimin e Ebu Hurajra, kush ja vjedh të agjerimin e Ebu Hurajra? Ja vjedh të shejtani vëllezër të ndërsh. Ja vjedh të nefs, ja vjedh të përgojimi, ja vjedh të thanethashmet. Për këtë arsye se lefët qëndronin gjatë në xhami gjatë ditës dhe misioni i qëndrimit të tyre në xhami ishte nga se erunin agjerimin nga çdo cenim. Për ata, njeriu kur është agjeruese nuk është e preferuar, që nuk është e lejuar apo nuk është e pëlqyeshme që njeriu të hidhërohet gjatë ditës agjerimit. E pastaj ai justifikohet dhe thot se unë muem ka zonë agjerimi. Nuk e zën agjerimi asken përveç se ka mundësi që ata e ka zonë cigarja dhe dëoni. Për ata vëllezër të ndërshëm apo e ka zonën Austravicja e shejtani që një më të muaj e ka stravicat shumë që kalon Ramazani ki ma beter se me shejtanin kur ka qenë para Ramazanit, për çka se zanatin e ti a i faktikisht e ka gëlltit në nefsin e ti. Për atë vëllezër të ndërshëm shejtani është i izoluar, i lidhur. Na jena në provim dhe në test këtë muaj se vërtet a jemi ata të qilë të nefsin ton, e nëse dhe në Ramazan nuk përmisosh, dhe nëse në Ramazan nuk e shijon kënaqësinë e ibadetit, dhe nëse Ramazan të lehtëson gjuna, dhe nëse në Ramazan nuk e shijon ambëlsirën e përmendjes Allahut, nëse në Ramazan nuk e shijon kënaqësinë e leximit të Kur'anit Kerimit, kanë thonë se lefat parë ton bjeri mas zemrës tone se zemra jote ka vdek. Omer ibn Khattabi këshillonte dhe thonte kujdes mos flet shumë se ai që flet shumë gabon shumë.
Ai që gabon shumë hin gjuna shumë, dhe ai që hin gjuna shumë i vdes zemrë. Pra ata vëllezër të ndeshëm, qëndrojmë gjatë në teravi, nuk shijojmë kënaqësinë ta. Agjerojmë gjatë, nuk shijojmë kënaqësinë ta. Lexojmë hatme, megjithatë nuk e përjetojmë ata. Që nën kupton se zemrat janë të ndotura, janë të drishta, që kanë nevojnë akto zemrat të qiltërsohen, të pastrohen me lotin që del nga sini, nga friga Allahut. I vetëmi lot që pastron në zemrën vëllezër të ndershëm, loti frigës nga Allahu Azza wa Jall. Për këtë arsye se lefat ishin ata që e përmendishin Allahun në vetëmi, dhe gjatë përmendjes Allahut në vetëmi loton të sini, pra s'ka dyshim se kur as zemra e butë edhe gjithashtu dhe siri loton. Ndërsa kur vrasësohen zemrat, është e vështirë që siri të loton. Atë se lefat thoshin, nëse nuk mund me qajt për Allah, banu se po qaj për Allah. Mundohu të nxersh lotin vëllezër të ndërsh. Mundohu të nxersh lotin, nga se loti i frikës Allahut boron nga thellësia e zemrës. Pra nëse vëllezër të ndërshëm jemi agjerues, kujdes, e para çështje kujdesu për gjuhën tonë. Nga se gjuha vërtet nuk ka ash në ta, nuk ka koc në ta, megjithatë gjuha është një organ që thënë shumë koc kanë këtë dunjë. Nuk ka ash në ta. Mirë po thyes, dërmua si shumë kockave të njerëzve në këtë dunja. Pat pejgamberi Allahut kur u pyet nga Muadh ibn Jabali se ne, a mirë mu më pyetje dhe anë Allahu Azza wa Jall, anë amen në konsiderat dhe për atë që e flasmi, pejgamberi Allahut ju përgjigj Muadh ibn Jabali dhe na u përgjigj gjithë neve dhe na tha, thaqulat ka ummuka ya Muadh, nona të ja Muadh, a nuk e din se shumica e njerëzve që hedhen me fytyrë në xhenem është si faktor kryesor gjuha. Njerëzit shumica që hedhen në xhenem nga ura siratit, Allahu Azza wa Jall na ruaj 70 vjet të poshtë me gjoksa dhe me fytyra, është rezultati i gjuhës së tyre. Për shkak se gjuha nuk është kriju që të flasë shumë, gjuha është krijuar për me përmend Allahun shumë. Gjuha është kriju për me komuniku dhe me kuptuan, për këtë arsye me pasqen që gjuha është krijuar për me fol, sa më shumë nuk e kishte lënë Allahu këtë organ të mbrëmshëm dhe të prangosur. Ka thonë dietarët pse gjuhën Allahu e ka kriju brenda vesh, i ka kriju jashtë. Allahu Azza wa Jalla ka kriju gjuhën mbrenda dhe ka prangosën sikurse është burgu që është në qeli njeriu me hekura, po ashtu dhe gjuha është me dhomë të i brangosur mrena dhe me buzë që të fletë sa më pak e të ndëgjon më shumë. Për ndryshe Allahu në e kishë kriju digju edhe një vesh, pra ne mi kriju me ndëgju dhe mësu më shumë se sa me folen dhe me komuniku apo me shitë men më shumë. Para të vëllezër të ndëshëm, organi kryesor që duhet me i kushtu sa më shumë rëndësi është gjuhë. Pejgamberi Allahu thot nëse flasin të qertë, nëse të ofendojnë të qertë, nëse të akuzojnë të qertë, nëse të përgojnë të qertë, të ruaj agjerimin tanë dhe thuaj, one jam agjeruash. Unë kam lënë ushtimin dhe pirjen, po i lënë edhe fjalët e ndita, po i lënë edhe kundër përgjigje atyre. Disa pejseleve ka kam preferuar që të këtë publikohet, flet njerëz me veti dhe thot, unë jam agjerueshëm, unë jam agjerueshëm, unë jam agjerueshëm. Pra pse po agjeroj? Po që agjeroj për që përgjigj Zotit tem, pa Allahu Azza wa Jall, cilën Allahu Azza wa Jall e kënaq, ata veproje. Pra të gjuha është organi kryesor që njeriu më së shumti duhet t'i kushton kujdes, për çka se vëllezër të ndeshëm ta dëmton agjerimin tanë. Gjithashtu kujdesu dhe për sirin tanë çka përshiqon. Për çka se ne në kohën moderne këto portale të ndryshme që vazhdimisht na dalin çfarë mos në parasive tonë, këto janë ato që lën njolla të një pas njëshme në zemrën tonë. Pejgamberi Allahut ka thonë, thot pejgamberi Allahut, dije se sprovat i paraqiten zemrën sikurse fijet e hasrës një pas njëshme të lidhura njëra me tjetrën. Pra fitnë dhe sprovat janë ata të cilat paraqiten në zemra dhe kjo erë që e çdo sprov dhe çdo gjuna e lën ka një njollë në zemrën tonë.
derisa tha pejgamberi Allahut njoll pas njolle, njoll pas njolle, njoll pas njolle, derisa të mbulohet zemra me një cen që quhet daran, në gjuhën tonë i thojmë drishk, lëmishk, që çdo sen që tenton me depërtun ta nuk depërton për çkak drishkot, lëmishkot që a kanë përshjell zemrën. Para ta fliti çfarë të duash, thuaj çfarë të duash, nuk ndikon zemrën e tij, nuk ndikon shpirtin e tij, ende ka pakujdesi, i vorros të afërmit e tij, i përcjell për ahiret, i mbolon me dhe, nuk ndikon zemrën e tij, nga se zemra e tij është verbëru. Para të selefët kanë thonë se Allahu Azza wa Jall njeriut ja ka thonë disi në ballë dhe disi në zemër. Allahu ja ka thonë disi në ballë dhe disi në zemër. Mesit e ballit i shikon këtë dunja, mesit e zemrës e shikon ahiret. Kujtja doje Allahu Azza wa Jall të mirën, Allahu Azza wa Jall ja dobson si të ballit, mirë po ja qelë si të zemrës. Sa njerëz kanë qenë të verbën këtë dunja, kanë fitu në ahiret më shumë se ata që s'kanë qenë të verbën. Ata që i kanë zemrat e verbra këtë dunja, ata të cilët verberohen këtë dunja me si të zemrit do të verberohen dhe me si të ballit. Atë ka ardhur në jetën Kurani Kerim në surat Taha, thot Allahu Azza wa Jall: "Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma." Ai i cili e lën monësh, ai i cili nuk këshillohet me fjalët e Allahut, ai që i le pas shpinët këshillat e Allahut Azza wa Jall, ai ka jetë me mundime, me brenga, me telash. Krejt këto telashe që i përjeton ti, krejt këto sprova dhe sfida që të paraqiten çdo ditë ti, krejt këto probleme që i kenë shtëpinë tonë, gjoksin tonë, vetën tonë, a rezultat i lonjes dhe praktisjes së mësimit të Kur'ani Kerimit, dhe në ditën e gjikimit ne do t'i ringjallmi këto të verbëruar. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Ki drejtohet Zotit vetë ditën e gjikimit i verbër, qorr. Të Allahut Azza wa Jall i thot: "Ja Rabb, o Zot, pse më ringjallë të i verbër? Kur dhe kam qenë që kam pa mirë në dunja." Tha: "Kadhalika atatka ayatuna." Kështu të erdhën mësimet këshillat tona, fanasitaha, i bëqite në harres, i lave pas dorë, nuk dajte ko për me misu ato, nuk dajte ko për me ndëgju dhe përfitu prej tyre. Wa kadhalika al-yawma tunsa, sot je i harruar as që kërkush dertin tan nuk e ka. Harrohesh te Allahu siç i harrove Kur'ani Kerimin, harrohesh te Allahu siç harrove normat e Allahut Azza wa Jall. Allahu ka me të harru si që harrove me gjliset e ditoris. Allahu ka me të braktis dhe ka me të lanë pas, për çkak se nuk gjete ko të mësojsh dinin tanë, të ndëgjojsh për Zotin tanë, të ndëgjojsh pejgamberin tanë. Keme qenë një harruar një ditën kur ka nevoj dikush me të kujto, askush s'ka me të braktis, derisa ka anë transmetime. Ka njerëz që në ditën e gjikimit ringjallën në formën e njeriut, në madhësinë e atomit, sa një grimc atomi në ditën e kiametit. Njerëzit janë ato që i shtipin, i shkelin bito, nuk i ban hesab ato, nga se kanë qenë krijelon këtë dunja. Allahu i përbuz dhe i nënçmon dhe i nënvlerëson ahiret, për çkak se kanë qenë krijelon ndaj Zotit të tij, të Zotit të tyre, kanë qenë krijelon ndaj mësimeve të Kur'ani Kerimit dhe sunetit pejgamberit Allahut. Sa ma krijelon këtë dunja, aq më i përbuz dhe i nënçmuar në ahiret. Kujdes shka që po shiqon për çkak se thojnë selefët, kujtja don Allahu Azza wa Jall të mirën, ja hapësit e zemrës, e shef ahiretin si kur me qenë aj pran ahiretin, e shef gjennetin si me qenë para portëve të gjennetit, frikët nga zjarmi si kur me qenë i hedhur mbi ta. Mi ba aj i cili i kanë vëreprusit e zemrës, janë aj i cili nuk e shef fare ahiret. Ka vakt për neve. Ala jemi të ri,
ala jemi të forë, ala dhe ala haron se sa të ri kanë shku në akiret dhe nuk thënë ma. Sa të ri kanë shku në akiret dhe si ju ka dhonë më shancat të pendohen të përmisojnë raportet me Zotin e tëre. Para të vllai dashur musliman përpiqu këtë Ramazan që të hapen si të zemrës, nga se Allahu Azza wa Jalla thot në Kur'an-i Kerim em ala qulubin aqfaluha. Apo mos ju kanë drinu zemrat e tyre. Mos ju kanë drinu zemrat e tyre. A janë ata që i kuptojnë ajetat e Allahut? Ajet që ka i kupton këshillat e Allahut Azza wa Jalla të përditshme? A nuk i jetë ti që i bash i lig shpesher? A nuk jetë që ke sprova të një pas njëshme? A nuk janë sprova këshilla për ti? Mirë po, zemrët janë të drinosur. Nuk të përdon asgjë, folki sa dosh, thuj sa dosh, nuk merr vesh. Nuk merr vesh vëllai të ndëshëm. Në vend se me mor mësim nga të qertë, bëhet mësim për të qertë. Në vend se ai me përfitu nga qertë, ai bëhet këshill për të qertë. Runa Zot, i vend vdekja befas, ballafaqohet me laqën e vdekjes, takohet me Zotin e vet. Çfarë kam i thonë Zotit të vet? Kejt të cilët i ka dashurun këtë dunjë i kalon, a vetëm veprat e ti. Kjo është verbërimi i zemrës e nuk e shef se ahiretin e ka ma afër se sa e ka qerpikin nga siri ti. Kujdes çfarë po shiqon. Pat Allahu Azza wa Jall ka thonë Kur'an-i Kerim wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bi azwajan minhum zahrat al-hayat ad-dunya linaftinahum fi. Ose dhe shqimi shumë të pasanikët të cilët dëfrohen me ta, se na i kena dhona atyre mu sprovu me ta. Mos e edhësinin të milionerët, mos e edhësinin të ata të cilët lozin këtë dunja shumë për çkak se na i kena dhonë një bukuri e kësa jetës e përkoshme, li neftin e hom fi. Na nuk je kena dhonë mu dëferu, na je kena dhonë atyre mi sprovu me ta. Allahu Azza wa Jalla na ruajt nga sprovat e dunjas. Para pejgamberi Allahu thotë që ittaqu dunya, ittaqu nisa. Keni kujdes ndaj dunjaja dhe keni kujdes në veçanti nga gratë, nga se shkatrimi i Ben Israilve fillimisht ka qenë nga gratë. Se thot Allahu Azza wa Jalla ju ka pru juve në këtë dunja dhe ju shëqon shka pu veproni. E dunjaja është thotë e ëmbël dhe e gjelbërt. Pra është e dashur në tek njeriu, të nefsi njeriu. Mirë po, ushqimi më shpejt që ka pritësh është ambëlsina. Leja ambëlsinën jashtë frigoriferit prish. Dhe ma e dashur përsinin në gjelbërimi mirë, po i pari që e vishket është gjelbërimi. Ma shpejt se shka vishket gjelbërimi s'ka sen. Pra dunjoja është sikur ambëlsia dhe gjelbërimi, të cilët janë të këndshme, janë të dashura, mirë pa ato shumë vesh, shumë shpejt vishken dhe shumë shpejt minken. Ke kujdes, për shkak se ke kujdes shka po shiqon këtë dunja, mos merr lakmi ati që Allah i ka dhonë dunja, po merë lakmi ati që ja ka dhonë Allahu dinin, merë lakmi ati që janë savin e parë, merë lakmi ati që mëson fen e vetë, merë lakmi ati që lexon Kur'an, merë lakmi ati që punon për akiret, mos e merë lakmi Allahu thot, mos lakmo të ka ati që kena zbukuru me diçka, i kena vesh diçka prej kësaj dunjaje, nga se na ja kena qu ata vetëm sprov këtë dunja. Ara tonë të pejgamberi Allahut më i uriturin akiret është ai që është më i ngopur në dunjë. Ma juritur në akiret, a i cili është ma ngopër këtë dunja, pra i që ngopër dhe nuk e falemdron Zotin e vetë, priton mi thonë elhamdulillah o Zot, nga se kjo është nga mirësit begatit e tua, ka se Allahu ka thonë, nëse ju jeni falemderuas, unë jashtoj ju mirësit e mija. A më ne jena përpus që jajmë begatit Allahut Azza wa Jall, dhe në fund ne i falemdrojmë të gjerë. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e madh që e transmeton kur Zekeria i mësoi apo Yahya ibn Zekeria ju drejtu Ben Israila kur Allahu Azza wa Jalla e porositi me 5 porosi dhe një ndër porosit që e porositi Allahu Azza wa Jalla Yahyan që ja mëson Ben Israila që të adhurojnë vetëm Allahun dhe mos i bojnë Allahut ortak dhe ja pron një shembull praktik. Cili ishte shembulli praktik kur i tha Yahya ibn Zekeria në këtë hadith të madh,
Tha shembli ati që i ban Allahut ortak, e adhuron dikan pas Allahut, e falenderon dhe është minjos ndaj dikujt pas Allahut, asi kur shembli një njeriut i cili ka dalë në pazar dhe ka ble një rob, apo e ka morë një punëtor me parët e veta, dhe e ka drejtu, e ka qunë shtëpin e vetë, dhe ka thonë kjo në punëtoria jote, dhe kjo është shtëpia ime. Këtë që e ban për mu, mirë po thot, aje rogën e merë pi shpikti, andërsa punon të këtë tërkush. Cili prej ush ta kish pranu me i dhonë rogë dikuj që nuk punon për firmën e ati. Tha asnjëri prej neve sa është i knaqër që të punon dikush e na të paguajnë pra Allahu gjithashtu, nuk është dakor që Allahut azza wa jall t'i bëhet ortak, ku Allahu të krijoj, Allahu të furnizoj e ti të falemndrosh dikan pas Allahu. E kuptohet pse Allahu azza wa jall nuk ka dëshirë që t'i bëhet atij ortak, për ata thënë te pejgamberi Allahu, ai që e krin një vepër dhe e krin dhe mua e mban ortak, që thot Allahu azza wa jall, dhe mua mban ortak në veprën e tij, Allahu e lën veprën e tij dhe ortakin e tij, shko te ortaki jot merresh përblimin. Mos i zgjat si të tu në ato që i ka zbukuru Allahu në këtë dunja dhe nuk e di në rrugën Allahut. Para ti Ibn Qayyim i thonte, nëse Allahu të merë diçka prej dunjas, provon Allahu me smundje, Allahu azza wa jall të merë pasurin, nëse Allahu azza wa jall të shuan firmën tonë, nëse Allahu të sprovon këtë dunja, sprova bëhet shkak që më ju afru Zotit tën, Allahu të ka dhonë. A nëse Allahu azza wa jall t'jep dhe bëhet pasuria jote, shkak më largu prej Allahut tanë, Allahu s'ka dhonë. Pra Allahu t'i ka verberu si të zemrës. Ashtë e rëndësishme që të hapen këtë muaj si të zemrës. Allahu azza wa jall ka thonë li neftin e unfi, wa rizku rabbike khajrun wa ebqa. Furnizimi Allahut është më i mirë dhe më i përhershëm. Allahu azza wa jall nëse agjeron ti për Allahun azza wa jall, Allahu të furnizon këtë dunjë dhe në ahiret. Allahu azza wa jall ban kënaqur me ata që e posedon dhe nuk lakmon në ata të cilën nuk e posedon. Nëse ti agjeron për Zotin tanë dhe përpiqet që t'ja krish Allahut azza wa jall ibadetin siç e don Allahu azza wa jall modelin e pejgamberit tanë, Allahu azza wa jall thot wa rizqu rabbik khairun wa abqa. Furnizimi Allahut është më i mirë dhe më i përhershëm. Kullu men alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Çdo sen ka mushdu. Atë të cilën sot ka preokupu që mos ishe në xhamin shtëpinë Allahut, kjo ka mushdu, s'ka me met me ty. Mi pa ajo që është për Allahun azza wa jalla ajo ngel. Jashtu vëllezër të ndershëm që të jetë agjerimi për sosër duhet në veçanti t'i kushtoj me rëndësi zemrës, nga se zemra nuk ka mundësi të gjallërohet, nuk ka mundësi të gjallërohet nëse nuk i hapen rrugët e hapjes së zemrës janë pak me fol, pak me fjet, pak me ngron, pak mu përzi me njerëz. Këtë këto janë shërime të zemrës, pra agjerimi nuk ka arë për ditë tjetër vetëm për të gjallëruan zemrën, nga se tonelatat e ushqimit janë ato që ja kanë zonë rrugën zemrës drejt Zotit vetë. Zemra ka nevojë të gjallërohet. Kja është muaj i gjallërimit të zemrës e jo muaj i ndryshimit të oraris së hajës. 5 herë mazdar ke haja dhe thot jam agjeruar. Pra kive që e ka ndryshu orarin, përpara ka hongër ditën të shhanotën. Edhe ata njoni thot Ramazani si vetë elhamdulillah ka bon keq net 5 kg kishtë ashtu. Ti bile pak 5-10 kemi shtu. Si ta vazhdojnë që shtu, keme më rritën rekordin. Për ata vleja të ndërshëm, agjerimi nuk ka ardhë dhe as si firi, as iftari, nuk thonë të pejgamberi Allah me bereqet me hongër shumë, po është me hongër pak dhe me donë fuqi shumë, është kjo a bereqet. Do me thonë si virë mu quk, qofte dhe dika fshata me ingron, mirë po të nditën me qenë aktiv në ibadet, aktiv në përmenjën Allahut, aktiv në punën tonë, mos u brengos. Sa pa qeter një pet me ngron ti me pas fuqi gjatë ditës, nga se nëse ha një pet kje me fletë të nditën, e nëse fletë të nditën, kanë thonë se gjumi është armiku që e ti eliminon ti shduk se vopë. Pra ta njoni tha kena problem
mbyt dhe thot ishna qu një sahat mas iftari. E kur ki ra be firan, ta pin si fir. Si kisha ra 3 peta si hangra diçka, kejt guksim vike me nëzirë të rotluën, me nëzirë se të ndrejke e ka guksimin e pastaj ka jacija drejt në taraviki u qu. Unë ngrit ki elhamdulillah Allah i kabul. Allah i kabul? Agjerimi ka arë me angër pak. Ka thonë pejgamberi Allah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për ata agjerim është i përsosur që njeriu me kufizu ushqimin. Leje mara parak lukëthin pushon se i mitë të cenzor të lukëthit. Sa nalën cenzor t'ja nise me 3 ushqimin, ki apet qëtë në ta. Para ata thot se di shka po që ditën. Dijet jam të mo, amo as një kilë spek. As një kilë, për shkak se dush me hongër dhe stop mundal. E pas taj kur janis me hongër, atër këtoritësh. Vetëm këtoritësh që të kalët, leje mara ta bluje pak. Cenzorët janë të tilë. Pa u ndalu ushqimi nuk nis 3 tia. Ndalu, stop. Para ta ka ardha agjerime, e kuptove pëse? Për të kthjell, për të rigeneru cenzorët e lukëthi që s'din munal, s'din as mu kall. Nuk din ato me ndalë. Dishka thot nuk ngobë, nësi të ushna nuk e di shka kam. Kam diçka më nuk po nuk cenzorën të kam prish, ka ardha gjerimi me ti ndalë të cenzorë, e jo me ti aktivizu, ki ka 5 herë. Njerë niftar, njerë para taravijës të dalë, berive dhe qatë paqetin e urma, se qa ishin kanën. E hani paqet e urma, pas taj mas iftar, mas taravijës këtë vene, mere bertët ka ima qenë se shka ishte e kani bekumi. Më kanë shpirtit i thamë, dil e ka ima qenit hinë. Tha, te hani të psi, e pas taj ka dora 12 para pëse me ra me fjetë, thot edhe qaj përpet që kishte me e të qatë të psi, e pas taj mos harroni me më qunë si firë se nesër kam jam agjeruazëm se në agjeroj kur qish. Të në agjeron dhe. Muj si firë ti me hongër një të nxere së arme, inshallah. Edhe pas taj agjerimin e ki e ti saglon, për atë vleo të ndërshë. Ka thonë pejgamberi Allah, mi afton për birin Ademi vetëm disa kafshata sa me majta i të rupin. Ndërsa Ramazan me hongër pak s'kje problem. Pak, bereqet, sa ma pak, ma shumë bereqet në si virë. Ha pak, qëtër Ramazan, qëtër shije kje me shiju, qëtër ibadet kje me zhvillu. Para ta, në Ramazan është bereqet me ngronë pak. E qaj e që të pronë me adhon fukarau. Për ata se lefte e këshim pit njoni njerë në dita. Ka thonë kja ushtimi besnikë. Po njoni tha diherë andit. Ta kja është besimi besimtar, kja është ushtimi besimtar. Tha njoni 3 herë në dit ha. Tha maronja në atia një garajt. Se këti shka ti qitë shkifshin. Mosë mononi ata me e këtë sofrën. Leja sofrën shtrin. Se dërmojsh të e ngrejt edhe të e ullë. Po alhamdulillah ta shka ndalë 3 shtrime, ki po. Tavolinat shtrime, për çka se thonë të pejgamberi Allah, se jo besimtarët hajnë me 7 zorë, ndërsa besimtari ha me 1 zorë, ndërsa për fat keq në janë abona gjenje me 70 zorë hamë, për ata nuk e ngrejmë tavolinën korë. Qati nja qohet, nja ullet, nja ha, nja shkon, nja verë, për atë Allahu azza wa jalla ka u bereqetin. Thojshin pejgamberit Allah, ja Rasulullah, na po ngrojmë mirë, po s'po ngopmi, thonë të pejgamberi Allah, ndërsa hani pike 5, ta kejtë pike 5. Hani bashkë se bereqeti Allah zbret. Për para ka qenë sofra kër ashtruan mëngjes, aj që s'ka më rinë, aj që sa zgju me hongër ka fjalltin, ka hongër në drejkë mu. Ndërsa ki i qetri jo, s'po pëlqejnë të jeme këtë duhet një salom ta. E saloma ndësh me di qka është ati, qka t'jesin, te kasapi qka t'jesin, a i vesh qizmët e ati gjubregjive dhe i shtip krejt, edhe ti drejt e salom bosh. Kja saloma. Për ata dhe o të ndërshme të rapasta i drejkën, a i që se kam rik, ka dëru të në aksham, po a i që se ka nga ardhen, ko në akshamin me ongër darkën, ka dëru deri mëngjes. Kjo ka qenë në bereqeti i në të kaluarës. Për atë ai i cili dëshiron që agjerimi tjeti përsosër, duhet të regullon zemrën e ti, nga se zemra është që njeriun e ngjall, zemra është që njeriun e drejton. Ka thonë pejgamberi Allah, është një organ në trupin e njeriut, nëse rregullohet i gjithë trupi, nëse prishet i gjithë trupi. Kush është kjo? Zemra. Na
në këtë Ramazan duhet të rregullojmë zemrën tonë. Duhet ta kultivojmë devotshmërinë që e ka. Devotshmëria e ka çerdhën, e ka shtëpinë në zemër. Pejgamberi Allahu thotë takwa huna. Devotshmëria që ton zemër, jo në lavë, jo në gjuhë, me jo tut Allahu azza wa jalla zemër, amo zemrën fillimisht me qil tërsu me pastru. Ai detergjenti pastrimit të zemrës është agjerimi, amo agjerimi në modelin e pejgamberit Allahut. Para Abdullah Mesudi thonte që transmeton nga pejgamberi Allahut, thonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam istahyu min Allah haqqal haya. Keni turpe Allahut siç i takon Allahut me turpëru. Ato thonë elhamdulillah sahabët na i turpëru me Allahut. Tha jo, turpi i vërtet kjo është ky. Men istahya min Allah haqqal haya falyahfadh ar-ra's wa ma wa. Kush ka turpe Allahut azza wa jall që duhet le ta ruan kokën dhe çka ka në ta. Çka kije në kokën tonë? Kije sin, kujdes çapo shiqon. Kije vesh, kujdes çapo ndëgjon. Kije gjuhë, kujdes çka po flet. Wal yahfadh al-batna wa ma hama. Të le ta kujdes barkun e tij dhe çka po shtin ta. Di çështje duhet kujdeset te barku. E para, mos han haram. Ushqimi që ha, le të jetë halal. Thot pejgamberi Allahu, çdo gram mish, çdo gram që shton ti në shnetin tan, pe haramit ka me shkrin zjarmi i xhenemit. Allahu na ruaj. Kujdes, çka po cell ti në iftarin tan. Kujdes nga e ke fitu qatë iftarin që e ke shtruan. Kujdes çka po shtin në barkin tan dhe kujdes sa po hantin barkun tan. Ka thonë pejgamberi Allahut, mjafton disa kafshat. Nëse ha njëri llaskut se në le, i haos. Ka thonë atëherë le të haj 1/3 për ushqim, 1/3 për pirje, 1/3 për frimarje. Ke kujdes se kije me mor frim pak. Për ata taravit kush isha, sa pizgaç, në kanë këput ki. Të ka këput ushqimi, s'ka këput në taravia. Taravia nuk e kupton se taravia është pushim. Pushimi i shpirtit dhe i zemrës, gjallërimi i zemrës, gjallërimi i shpirtit. Para ata vëllezër të ndershëm ka thonë pejgamberi Allahu në ditën e Kiametit kanë me pru një burr të madh. A di sa i madh? Ki njeri shumë i madh, edhe shumë i gjon, shumë i ron, shumë me pesh, te Allahu nuk peshon as krau muskojës. Pra ata i kur ke shku te mjeku, kishte thonë mjek, hip në vag, kur qish vaga tërë në skaj. Kishte po 250 kg. E i thot, sa duna unë më koni gatë për që këto kilogram që i ka? Tha, më duesh më konë 16 metre, si Ademi a.s. Me qëtë pesh që ishe e kijeti, tha me këshirë, me këthijën, me përkëthijën, sa duesh më koni gatë, 16 metre duhet pandollët ti me ti prej. Për ata vleo të ndërsh, ka me ngron pak, ka thonë ditër e Kiametit, nuk peshoash ti me tulin tanë dhe mishin tanë dhe vjamin tanë. Ditën e Kiametit ti peshoash me imanin tanë dhe devotshmërinë tonë. Ka thonë Abdullah Mesudi shkoj me ngat një misvak pejgamberit Allahu dhe hera e bandë. Gjallë të zmajt e leuatke. Edhe sahabët qeshën, ta pejgamberi Allah, pse po qeshni? Ta po heshmi, qire kam të Abdullah Mesudi sa kishtet e tona, të holla. Ta pejgamberi Allah një kam be Abdullah Mesudit peshon kandarin e Allahut maran se kodra Uhudit. Kam Abdullah Mesudit e do e hol me pa pesh këtë dunja, po peshon të Allahu maran se kodra Uhudit, që 7 kilometra me 3 kilometra me 1 kilometr lartësi. Peshon të Allahu maran se kodra Uhudit. Pra ditën e Kiametit mos u ban merak se unë diçka hirë së më po këthej, edhe ditën e Kiametit ashtu ka me qenë zaif. Jo, ditën e Kiametit ti peshon me imanin tanë. Pra Ramazani ka ardhur vëllezër të ndërshëm me naji. Ranun peshorën në akiret nuk ka ardhur në Ramazani neve, me naji ranu peshën tonë. Ramazani ka ardhur me naji. Ndal pak peshën, me naji rritën imanin dhe me naji rrit peshën e shpirtit dhe zemrës
se tek Allahu Azza wa Jall shkohet me zemra, tek Allahu Azza wa Jall nuk shkohet me trup dhe me hapa. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall të na dhuron agjerim të pranueshëm. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall ta ban agjerimin ton agjerim të përsosur, siç e ka lip dhe kërku Allahu që të arrim gradën e devotshmërisë. Ai që arrin gradën e devotshmërisë e ka arritën dhe pajtimin dhe pranim e Allahut Azza wa Jall. Allahu thot në Kur'anin e Kerim: "Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Allahu Azza wa Jall i pranon të devotshmit. Allahu na bën pe atinve. Allahu Azza wa Jall na i pranoft adhurimet. Allahu Azza wa Jall na i ndëgjoj luftjet. Allahu Azza wa Jall na i lehtësoft ibadetin. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.